dita e premte fillon lëndrimet e dy fishta nga Durrësi drejt Barit dhe Anasjelltas. Gjithashtu nga data 1 korrik Ancona ka filluar lëndrimet për ditë Durrës, Ancona dhe Anasjelltas. Sot kemi pasur 1500 pasagjerë dhe 500 mjete. Kalojmë në dyfishim në fundjavë me rreth 3000 sa pasagjerë dhe 1500 mjete, cilat pritet të vinë me të treja linjat, pra GNV-ja, Venturis Ferries dhe Adria Ferries, të cilat operojnë në drejtim portit Durrësit. Autoritetet kanë marrë masat për të përballuar këtë fluks të shtuar, i cili nga java tjetër fillon që nga dita e mërkurë. Policia kufitare, e cila është edhe ajo që përballon hyrjet, daljet edhe përpunimin e të dhënave në sistem, ka marrë masat dhe ka shtuar deri 24 sportele për të bërë sa më të shpejt daljen nga porti në drejtim të autostradës. Gjithashtu edhe autoriteti portual ka marrë masat për të bërë me 2 hyrje, 2 dalje pjesën tek rreth rrotullimi pranë portit. Dogana dhe kapitaneria janë me sportele dhe me personel të shtuar gjithashtu për të përballuar fluksin. Shpresojmë që çdo gjë të shkojë sa më mbar dhe mos kemi vonesa në përpunimin e pasagjerëve dhe mjeteve. Duke parë hyrje-daljet në portin e Durrësit në këto 6 muaj të parë të këtij viti, nëse mund të bëjmë një parashikim, hyrje-dalje do jenë pak a shumë në të njëjtat kota si një vit më parë apo mund të ketë luhatje? Nga kontaktet të cilat i kemi me agjencitë lojtare, ka një rritje të lehtë, rreth 6%, por shpresojmë edhe ato biletat last minute, siç e kemi në zakon shqiptar, t'i lëmë për moment të fundit. Besoj se do ketë një rritje rreth 10%, siç ka qenë trendi çdo vit.